Jo veç fëmijët, po edhe të rriturit po luajnë me lodra. A ke vrejt ndonjë fëmijë që e merr lodrën me veti gjithka. Flan me to, e luan me to, bile don me e marr edhe në shkollë. Sipas pediatrëve dhe psikologëve zhvillimor, këto lodra quhen objekte tranzicionale, një term që e ka përdorur për herë të parë Winnicott që në vitin 1953. Këto objekte i ndihmojnë fëmijët me u qetësu, me flajt më lehtë edhe me përballu ndarjen prej prindit. Është si me pas një lloj sigurie në dorë. Studimet moderne si ja i Fortuna dhe kolegëve me fëmijë binjak tregojnë se 30-40% e fëmijëve zhvillojnë një lidhje të fortë emocionale me një lodër ose batanie. Kjo është një mënyrë se qysh trupi edhe truni i tyne e menaxhon ankthin edhe ndryshimet. Po çka ndodh kur kjo vazhdon edhe në adoleshencë apo edhe në moshë të rritur? Në fakt shumë më tepër të rritur se sa ti mendon, ende flajnë me arushin e tyne të fëmirisë, edhe s'është kurrë më të ardhmare. Ulumtimet tek adoleshentët si ai i Ko dhe kolegëve tregojnë se përdorimi i objekteve tranzicionale mundet me u lidh me periudha të ankthit, stres akademik apo pasiguri. Edhe ulumtimet tek studentët universitar si ai i Osgood kanë gjetur se studentët që ende ruajnë një lodër ose një batanie shpesh kanë pak më shumë ankth apo janë më sensitiv. Por në të njëjtën kohë këto objekte funksionojnë si një strategji vetëqetësimi, një mënyrë e sigurt dhe jo e dëmshme për me përballu stresin. E nuk është çudi nëse disa lodra të fëmirisë na ndjekin edhe kur jemi 20, 30 apo 40 vjeç. Është një burim ngushëllimi apo një simbol sigurie. E ti, a lun hala me lodra, kallëzom komente dhe për më shumë video si kjo, bëja subscribe për bani në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.